është pyetja e radhës. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Si është dispozita për fotografitë që përbëjnë krijesa me shpirt, por që mbahen vetëm në telefon dhe jo që vendosen në memori? Allahu ju shpërbleft. Çështja e fotografive është të shfaqen të dietarë të vëndshëm, për shkak se fotografia vetë si e tillë është zbulu ma vonë. Aja që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë figura të nreshna me penjë ose me diçka me dorë, jo me fotografim sikur është tash digjitale dhe fotografie klasike tjera. Dhe këtu pastaj ka lind një polemik mes dietarëve të sunetit. Në pjesë e tyre thonë të gjitha fotografitë janë të njëjta me atë që u konë kohën e Aishës radhiyallahu anha. Kur ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhomën e Aishës, e ka pa një perde në të cilën ka qenë e vizatuar një krijesë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar me shky, me prish. Pastaj çat perde e ka shfrytzuar për tjetër sen, veç dome, domethënë nuk është krijesë e plotë, masanë kanë folë dietar që nëse është e prish nuk ka problem, nëse mungon koka s'ka problem, nëse ashtu s'ka problem. Por grupi i parë i dietarëve mendojnë se fotografitë janë të njëjta me atë që u konë kohën e Aishës e marruar me dorë. Dhe thonë të gjitha janë haram. Pjesa e dytë e dietarëve thonë nuk është e njëjtë për shkak se fotografia ajo që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të konë fizike, e me pas marrume edhe me pas hije. Sa është e marrume, ka hije. Kurse këto që janë tash nuk janë të material, është vetëm vizual, vetëm pamje, dhe nuk është e njëjtë me atë që u konë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ma lehtë. Por që ka polemik mes dietarëve, kjo është e vërtetë. Unë personalisht mendoj se fotografitë nuk janë njëjtë me atë që u konë në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Por edhe më pajtuar plotësisht, me thonë kitë në rregull është, me dalë me qitë në përmuri, me dalë me i bë, as ashtu nuk duhet. Dhe nëse janë për shkak të ndonjë nevoje, jo domosdoshmëri, për shkak të ndonjë nevoje, dhe meten jo të virura nëpër vende publike, meten të palume ose meten të trutëra, mendoj se nuk ka problem, wallahu a'lam.